Dhe raketa me sa më larg ti jesh, aq më e drejtë është këndi lëshimit, pra sepse aq më larg duhet shkojë. Pra nuk është ky, është më e drejtë këndi lëshimit. Dhe çfarë bëjnë këto raketat balistike me rrezet mes me veprimi? Çfarë bëjnë? Pra aty ku ishim, edhe këtu jemi. Edhe këtu. Pra kjo është si funksionon raketa. Pra lëshohet raketa në mënyrë të drejtë. Dhe raketa del nga hapësira ajrore, pra del nga atmosfera e tokës. Dhe shkon në një lartësi nga 100 deri 250 kilometra larg mbi tokë. Okej. Pra kalon në këtë moment. Në momentin që del nga hapësira e tokës, ti nuk mund të thuash më që kjo raketë kalon mbi hapësirën ajrore të Greqisë, nuk kalon më mbi hapësirën ajrore të këtyre vendeve. Sepse hapësira ajrore është brenda atmosferës tokës. Kjo del jashtë atmosferës tokës. E qartë. Pra në moment që del jashtë atmosferës dhe vjen dhe hyn në atmosferën e tokës, hyn mbi hapësirën ajrore të vendit që është, pra mbi Shqipëri. Pra nuk e vërtet. Në këtë. Dhe në moment që hyn mbi Shqipëri, atëherë sistemi raketor mbrojtës kundër ajror për të eliminuar këtë raketë duhet të jetë maksimumi 50 kilometra larg nga raketa cilën do azjososh. Atëherë po të na ndihmoj me atë të parën. Po, këtu. Tashmë ne vëmë. Shqipëria ashtu. Pra raketa vjen që andej kalon mbi atmosferë, pra del nga atmosfera dhe hyn. Në momentin që hyn në atmosferë, raketat që do përdoren janë raketa 2000 kilometra larg. Janë Korasham edhe të tjera. Gjitha raketat Korasham kanë një kokë prej 1000 ton, prej 1 ton. 1 ton. Pra 1000 kilogram minimalja kanë eksplozimin. Dhe këto raketa në momentin që hynë në atmosferë, janë raketa gravitacionale. Pra nuk kanë më motor në momentin që hynë në atmosferë. Po për shkak kanë një kokë të manovrueshme gravitacionale dhe arrihet shpejtësia atyre shkon 8 deri 12000 kilometra në orë. Po. Pra dhe nuk pavarësisht se radari dhe këto nuk i kap radari kur lëshojnë, por këto i kapin satelitët. Pra se raketat që dalin nga hapësira i kap satelitin. Nuk i kap për shembull sistemi Aegis dritan. Jo, Aegis nuk e kap. Aegis e kap në momentin që hyn në atmosferë. Po. Në momentin që hyn në atmosferë në bashkëpunim me satelitin, sepse për llogaritet shpejtësia edhe distanca, e kap në momentin që hyn në atmosferë në Republikën e Shqipërisë. Dhe, por si thash, që ta azjesoj duhet që 50 kilometra. Kjo anija duhet të jetë 50 kilometra larg, sa pra duhet të jetë në brigjet e Shqipërisë. Anija, ose duhet kesh sistem raketor, pra këto raketat të mos jenë në Rumani, po këto raketat të jenë diku në Kosovë, në Maqedoni ose në Shqipëri ose në Malzi të vendosura. Ne në këtë rajon nuk ka asnjë siç e shihni, kjo është një hartë e NATO-s, pra ja ku është Missile Defense NATO Capabilities, pra në këtë rajon nuk ka asnjë sistem raketor kundërajror. Pra në rast se Irani vendos të lëshojë këtë raketë në drejtim të Shqipërisë, nuk ka asgjë që na mbron nga kjo. Asnjë gjë. Raketa detektohet. Pra, sistemet e NATO-s e detektojnë raketën, por nuk kanë kapacitete që ta godasin raketën. Plus do të kemi që parasysh që anija, edhe ky sistemi Aegis, aktualisht kanë vetëm 12 tuba lëshimi. Pra, në 12 tuba lëshimi kanë 12 raketa të gatshme për të lëshuar. Dhe në rast se Irani do sulmonte, objektivi neve nuk kemi objektivi tillë që Irani ta harxoj, ta themi, sepse siç kemi thënë, për një raketë që vjen ti duhet lëshosh 2 raketa. Pra, domethënë ka 12 tuba. Pra, me 6 raketa harxojnë 12 tuba. Pra i duhet të lëshoj 7 raketa. Po 7 raketa duhet të kesh objektiv shumë madh. Objektivi në Shqipëri nuk ka vlerën e raketave. Prandaj neve nuk cënohemi nga ajo për shkak se nuk kemi vlerë si objektiv. Ndërsa për sa i përket mbrojtjes, ne jemi totalisht të pambrojtur në këtë aspekt. Pra kushdo që e ka shpjeguar, nuk jemi objektiv aktualisht, nuk kemi objektiv sepse kemi rëndësi si objektiv, kurse për shkakun e mbrojtjes ne nuk absolutisht nuk mundet askush të na mbrojë në rastin e lëshimit të një rakete. Pra jemi totalisht të pambrojtur në këtë aspekt. Gjithë Europa ashtu drejt. Absolutisht, jo, Evropa sepse italianët kanë sisteme raketore të tyre. Kurse ne s'kemi asnjë sistem raketor. Afër. Pra italianët mund të tentojnë ta godasin me raketat e tyre, se kanë raketa të tyre, kanë sisteme raketore të tyre. Neve nuk kemi asgjë. Fare. Pra ne nuk mundemi. Për këtë arsye neve në kohën e diktaturës proletariatit që ishte ajo, ne kishim sistemet raketore të shpërndara, pra regjimentet e raketave kishim të shpërndara në Republikën e Shqipërisë në atë territor që çdo bazë raketore të ishte minimalja 45 kilometra larg raketës që do azisonte. 45 është distanca. Po, 45 është distanca. Edhe NATO e ka 50 kilometra maksimumin e distancës. Sepse siç thash, kemi të bëjmë një raketë balistike e cila e ka shpejtësinë 10.000 km/h. Pra ti nuk mund të jesh 200 km larg ose kjo pika në Rumani nga Shqipëria është 450 km larg. Ti s'mund të jesh 450 km larg për të kapur një raketë që vjen me 10.000 km/h, sepse nuk e kap dot. E qartë. Pra koncepti i kohës. Për këtë arsye është e limituar distanca 50 km. Dhe në këtë 50 km Shqipëria është 300 km nga
veriun ju komplet, pra ti nuk ke asnjë lloj mbrojtje. Prandaj jemi totalisht të pambrojtur. Në aspektin, por shqyr Zotit, pra dhe kjo duhet të shpesh ne objektivi për cilin njerëzit flasin, pra ajo qendra në Manz, nuk ka vlerën e raketave që duhet përdoren për këtë. Kështu që trim. Sepse gjithçka është bërë, objektivi nuk e tejkalon vlerën e raketave. Edhe për këtë arsye iranianët as që kanë për ta marrë mundimin ndonjëherë për të lëshuar ndonjë raketë në drejtim të Shqipërisë. Driton, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit. Në këtë pjesë të dytë të emisionit është bashkuar me mua Artur Meçollari, kapiten i rangut parë. Kapiten, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Kapiten, sërish një raket është nisur dhe është rrëzuar fatmirësisht nga forcat e NATO-s, një raket iraniane drejt Turqisë. Kjo i bie që të jetë raketa e dytë. Pra, nuk kemi të bëjmë më me një incident siç të paktën interpretua i pari, ndaj reagimet kanë qenë qoftë nga Erdogan, qoftë nga, le të themi, zyrtarisht shteti turk, kanë qenë shumë të prera. Si e vlerëson këtë? Raketa e parë në fakt u interceptua dhe u godit jashtë territorit, ose drejtimi i saj ishte një çikës i dyshimit, por raketa e dytë në fakt të bën të dyshosh që, domethënë, normalisht kur ndodh për herë dytë nuk është më një rastësi. Por dhe reagimi i qeverisë turke, sidomos e Ministrisë Mbrojtjes, ishte pak i rezervuar. Fillimisht Ministria thoshte që ne jemi për bashkëpunim, për fqinjësi të mirë, pastaj ja kërcënonte që në rast se ndodhte herë tjetër, domethënë ne do të kam përshtypjen që pavarësisht Pak a shumë kjo është ajo. Pavarësisht se mund të duket si një jo rastësi, unë përsëri besoj që është një rastësi. Pse? Nuk ka, për shkak të marrëdhënieve të mira që ka Irani me Turqinë. Turqia e ka dënuar sulmin amerikan në Iran. Po, ky është qëndrimi. Ky është qëndrimi dhe Irani nuk ka interes të përfshi Turqinë si alate të amerikanëve ose të përfshi Turqinë kundër saj. E qartë. Dhe në këtë mënyrë mund të them, me thënë, nuk e di nëse ka reaguar Irani apo jo, por që kam përshtypje që Irani sërish ka thënë që është një gabim, false flag. Po, domethënë dhe unë kam përshtypje nuk ka interes Irani të përfshirja e Turqisë kundër Iranit do të ishte vdekjepruese për Iranin. Prandaj them që në një farë mënyre e dyshoj që është një gabim. Kjo edhe për shkak të teknologjisë që përdor Irani në prodhimin e raketave. Nuk është teknologji shumë e lartë, janë raketa më të lira dhe më pak të sofistikuara se sa ato të perëndimit, gjithsesi janë gabime njerëzore. Në luftë gjithmonë teknologjia dhe të zhgënjen. Dakor, po. Edhe teknologjia lartë jetë. Me thënë janë gjëra që ndodhin. Ajo që e bën interesant këtë është pravavia që i dhanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse i kërkuan qytetarëve ambasadës në diku në Adanam, duket se mos gabohem, që të evakuohen nga sepse në fakt kjo është edhe një taktik, edhe e para një që mund të ndodhi përsëri, nuk përjashtohet mundësia e një gabimi tjetër, mund të ndodhi përsëri. E dyta, është një mënyrë për të dhënë një mesazh, pra për të dhënë një mesazh edhe Turqisë, edhe Iranit që shiko, pra duke i lënë të nënkuptuar që ju mund goditeni nga Irani në kuptim e qëllimshëm. Por përsëri unë besoj për shkak të reagimeve, dhe si të reagimit të Turqisë dhe të reagimit nëse ka Irani, që jam i bindur që ka kërkuar ndjes. False flag. Prandaj them që nuk ka interes Irani të hyjë në konflikt me Turqinë. Nuk ka interes, do të ishte vdekjepruese për Iranin. Për shkak të pozicionit gjeografik, për shkak të ushtrisë që ka dhe për shkak të fuqisë që ka në lindjen e mesme. Do të bënte një unifikim shumë të fortë kundër Iranit të gjithë aktorëve në lindjen e mesme. Nëse në lojë do futet Turqia. Pra jemi në këto piketa. Ndërkohë ka ndodhur një zhvillim për sa i përket sulmit të deritanishëm që është bërë ndaj Iranit. Izraeli ka bombarduar depot e naftës, nuk e di për edhe rafineri ka zëra, ka komente,
nga pikpamja e strategjisë që po ndjekin Shtetet Bashkuara dhe Izraeli, në ç'fazë të luftës kemi hyrë, sepse reagimi i iranianëve ka qenë që kjo e ka futur luftën në një fazë të re, ku ka filluar edhe Irani të godas, sot ka nisur dron drejt Haifës, ka nisur dron drejt rafinerive të ndryshme, pra pse ky eskalim? Duket që eskalimi i situatës ka ardhur vetëm nga Izraeli. Dhe ka mundësi, sipas informacioneve, të ketë një konflikt midis strategjisë izraelite dhe strategjisë amerikane në lidhje me luftën që po bëhet në Iran. Po të shikojmë Amerikanët, janë duke goditur vetëm objektiva ushtarak. Po. Do me thënë, dhe goditje Ajatullaut, ose është goditje e karakterit ushtarak. Dhe kreu i shtetit është objektiv ushtarak, sepse është komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura. Pra, por Amerikanët po mundohet të qëndrojnë strikt në goditjen e objektiva ushtarak. Vetëm një rast ka i dyshuar goditja e shkollës. Po. Në 2000 ca objektiva ka gabuar vetëm një herë dhe ky në të drejtën ndërkombëtare quhet dëm kolateral, pavarësisht se ai është një dëm shumë i madh, por nuk duket se nuk është bërë me qëllim. Pra, dhe në Amerikë është duke u hetuar. Po, dhe ata që nëse dikush e ka bërë, ka nisur hetimin. Ka nisur hetimin. Kurse Izraeli ka objektiv, nuk është vetëm ky objektiv rënia e regjimit, është dhe eskalimi i situatës sa më shumë të tjetë e mundur me vendet arabe. Dhe që të eskaloj situatën duhet godasi gjithë infrastrukturën logjistike të Iranit. Pra, kemi dy strategji të ndryshme midis Izraelit dhe Shtetet Bashkuara. Dhe duket goditja e rafinerive ka krijuar probleme në marrëdhëniet Shtetet Bashkuara të Amerikës, Iran për goditjen e objektive. Dhe Izrael ka krijuar probleme. Normalisht ato janë objektiva të ligjshme, por në rastin konkret po flasim për një operacion të kufizuar në kohë dhe në objektiva. Që do të thotë që dëmtimi i tyre nuk dëmton vetëm qeverin, regjimin, por dëmton dhe qytetarët që mund të jenë kundra regjimit. E qartë. Pra, në këtë mënyrë kemi dhe kjo gjë, dhe nga ana tjetër, dëmtimi i këtyre rafinerive, goditja e infrastrukturës naftë nxjerrëse dhe naftë përpunuese, do të detyrojë Iranin të bëjë të njëjtën gjë për vendet e Gjirit. Gjë që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e duan. Pra Irani mund të hidhet tani dhe të godas nëse kundër objektiva të njëjtë natyrë në vendet e Gjirit Persik. Pra vendet arabe në Gjirin Persik si Omani, Bahreini, Arabia Saudite e tjera. Pra gjë që Shtetet Bashkuara nuk e duan këtë gjë, sepse kjo do të jetë në dëm të strategjisë amerikane për rrëzimin e regjimit. Do të avej nën presion të plot, përveç se po mbyllet ose nuk po funksionon më saktë ngushtica e Ormuzit, kemi dhe goditjen e infrastrukturës së prodhimit dhe përpunimit të naftës, gjë që në fakt e rëndon akoma më shumë situatën dhe krijon probleme më të mëdha në rritjen e çmimit të naftës, të cilën nuk e dëshiron Shtetet Bashkuara në këtë fazë, sepse janë presion ndaj Shteteve Bashkuara rritja e çmimit të naftës. Ndërkohë po ka nisur edhe Witkoff edhe Jared Kushner me shtetëzova. Dje sikur e anulloi, sot sikur janë nisur prap drejt Izraelit për të diskutuar. Ajo që të bëri përshtypje, ata nuk kanë për të bërë ndonjë punë se nuk kanë eksperiencë në atë punë. Ndërkohë Trump ka folur për një fund të luftës mbrëm përballë republikanëve, ka folur që pothuajse jemi në fundin e luftës. Garda revolucionare është kundërpërgjigjur që fundin e luftës tani më do ta vendos Irani, pra nuk e vendosni dot ju më. Pra jemi në këtë le themi përplasje të situatës aktualisht. Deklarata e presidentit Trump është një deklaratë propagandistike për të qetësuar të gjithë ata që mund të jenë kundra luftës ose një strategji të luftës në Iran. Por që të flasësh në këtë moment për fundin e luftës është ende shpejt. Unë personalisht do të mendoja që mund të flisnim për fundin e luftës
kur të kishim dy gjëra të evidentuara. Pra, kur të kishin arritur dy objektiva ushtarak shumë të rëndësishme. E para, Irani mos kishte më kapacitete për të goditur vendet e Gjirit, dhe e dyta të hape ngushtitë e Hormuzit. Kur këto të dyja të arjen, atëre ne mund të flasim për një kohë të arsyeshme për mbarimin e luftës. Sepse mbas kësaj faze do të fillonte faza e presionit për të detyruar regjimin për të larguar. Pa u arritur këto dy objektiva ushtarak, për mua është e pamundur që regjimi të mendoj për të larguar. Regjia, kishim ato Twitterin e Trump, Twitter po i them, po deklaratën e Trump. Dy janë objektivat që duhet mbas të arritjes së këtyre dy objektivave, mundet të flitet. Kjo është e vërtet sepse sot, domethënë, është rritur jashtëzakonisht fuqia goditëse e Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ja ku kemi këtë deklaratë që në lidhje me ato që dhe ju deklaruat që për sa i përket ngushticës së Hormuzit, nëse e blokoni, goditja amerikane do të jetë 20 herë më e rëndë. Sepse, shiko, sot regjimi për aq kohë sa është në gjendje të reagoj, të dëmtoj ekonomikisht, financiarisht, vendet dhe t'i vëj në situatë paqartësie sigurie, vendet e Gjirit, vazhdon të ketë shpresën për të fituar. Kjo shpresë do të shuhet ose do të venitet në momentin që ata nuk do të kenë më mundësi të godasin, kjo për shkak të mungesës së raketave apo mungesës së shtetërve, është tjetër gjë, dhe do të fillojë lundrimi në Hormuz. Në këtë moment ne mund të fillojmë të mendojmë për fundin e luftës. Por përsëri, se sa do zgjasi ky fund mbas arritjes së këtyre dy objektivave, do të varet nga vullneti i shtetit të Iranit. Pse? Marrim rastin e Kosovës. Kosova u arrit çlirimi i Kosovës u arrit nëpërmjet operacioneve nga ajri. Të gjithë thoshin nuk çlirohet dot Kosova nga operacioni nga ajri, po u arrit si u arrit. Javën e parë dhe 10 ditëshin e parë pati reagime nga forcat serbe. Por mbas kësaj, duke u neutralizuar e gjithë fuqia reaguese, po themi nga dita e 20 deri në ditën e 73 që ata ranë, ata nuk kishin më fuqi reaguese, por vetëm pësonin dëme dhe mendonin për të tërhequr nga Kosova, derisa në ditën e 73 përfundimisht u tërhoqën. Dhe kjo do të ndodhi, nëse ndodh, dhe unë besoj do të ndodhi, vetëm nëse arrin dy objektivat ushtarak. Dy objektivat ushtarak janë thelbësore për të nesërmen e luftës në... Këto dy objektiva që po themi, po ndërkohë në Kosovë ishin edhe trupa në terren, evident. Ndërkohë që ende nuk kemi trupa në terren në Iran. Nuk ka për të pasur. Si mund të... Nuk ka për të pasur? Jo, shiko, Amerika nuk ka për të futur. Shiko, Amerika ka, ka një doktrinë e cila quhet doktrina Powell. Është e vitit 1991-92, e ka hartuar ish shefi shtabit përgjithshëm në atë kohë Colin Powell. Ishte shefi shtabit përgjithshëm në 91-shin kur u bë lufta e parë e Gjirit. Dhe doktrina Powell ka 3 shtylla kryesore. E para, lufta të jetë me objektiva të arritshëm. E dyta të jetë për një kohë të shkurtër, dhe e treta të marrë miratimin e popullit amerikan. Pra, që do të thotë që kjo luftë duhet jetë sa më e shpejt, kur themi sa më e shpejt nuk po flasim e ditë. Po. Duhet jetë sa më e shpejt, nuk duhet ketë forca në teren, Amerikës i duhet të paktën 1 milion forca për të futur në Iran. Nëse do bëhet fjalë për forcën... Nëse duhet të pushtoj Iranin, i duhet jo më pak se 1 milion forca. Pse? Sepse në fakt gjithmonë krahasohet me një histori të ngjashme, siç është Iraku. Iraku është nga pikpamje gjeografike,
është më e vogël, 3 herë më i vogël se Irani. Po. Nga pikpamja e konfiguracionit gjeografik është teren më i lehtë se Irani, nuk është mal, nuk është më fushor. Sidomos pjesa jug-perëndimore, jug-perëndimore. E treta, popullsia është më e vogël e Irakut në kohën. Dhe Shtetet Bashkuara për të pushtuar Irakun një deshën 380.000 forca dhe 1 muaj kohë. Që do të thotë, në qoftë se do ta krahasojmë këtë gjë me Iranin, do t'i duhet të paktën 1 milion forca. Dhe do t'i duhet një kohë me shumer me gjatë. Që SBA-ja sa forca ka gjithsej, 1,5 milion kam dëgjuar. Me gjithë rezervistët ka 3 milion, po problemi është që në qoftë se ti fut 1 milion në teren, ty të duhet dhe 2 milion jashtë terenit. Pra, këtu e zaurohet e gjithë forca